Shkrimtari i njohur Ismail Kaderei është përgjigjur negativisht propozimit të studentëve të Shkodrës për të qenë ai një kandidat për presidentin e ri të vendit. Në letrën dërguar studentëve të Shkodrës, Kaderei pohon se me mospranimin e tij ka ndihmuar për normalizimin dhe europianizimin e Shqipërisë. Letra e Kadereis fillon me kërkesën për ndjesë për vonesën e përgjigjes për letrën që studentët i kanë dërguar me 26 maj 2012. Dëshira për të vonuar një përgjigje zhgënjyese ka qenë arsyeja jo forte për ligjur, ndoshta për një gjë të tillë, shkruan Kaderei. Ndërkohë që vijon, në të vërtetë letra juaj më dha një besim dhe kënaqësi të veçantë për fjalët tuaja fisnike, për vlerësimin e shkrimtarit e nëpërmjet tij të artit, e sidomos për shqetësimin tuaj të bukur për vendin ku jetoni dhe për kombin të cilit i përkisni. Më pas Kaderei evidenton faktin se kur studentët e një kohe shqetësohen seriozisht për fatet e komunitetit, kjo është një shenjë e sigurt se gjendja e shëndetshme, ajo që aq gjatë ka munguar, nuk do të vonojë. Ndërkohë letra e shkrimtarit me jehon botrore vijon duke theksuar se ju keni të drejtë të zhgënjiheni me qëndrimin tim mospranues. Ka gjasa që një ditë unë vetë të them ashtu si ju, se në përpjekjen për t'i dhënë një ndihmë vendit tim, unë nuk arrita dot dhe unë poshta. Ndërkaq nuk përjashtohet e kundërta, që me mospranimin tim kanë ndihmuar ndoshta për atë që ju, e bashkë me ju të gjithë të tjerët, ndërrojmë me padurim për parimin, normalizimin dhe europianizimin e Shqipërisë, përfundon letra e Kadereis.